Një fëmijë të gëzonte atin, por një fëmijë budalla I shkakton vuajtjen e nesër. Thesaret e padrejtësis nuk japin dobi, por drejtësia të çliron nga vdekja. Zoti nuk do të lejoj që I drejti të vuaj nga uria, por hedh poshtë dëshirën e të pabesve. Kush punon me dorë për ta që varfërohet, por dora e njerëzve të zeshën të bën të pasurohet. Ai që mbledh gjatë verës është një bir I matur, por ai që flet në kohën e korjeve është një bir që të mbulon me tur. Ka bekime mbi kokën e të drejtit, por dhuna e mbulon gjën e të pabesëve. Kujtimi të drejtit është në bekim, por emri të pabesit do të kalbet. Zemrur t'i pranon hërimet, por fjala mani budalla do të rëzohet. Ai që ecën në ndershmëri ecën I sigur, por ai që ndjek rrugë dredharake ka për t'u zbuluar. Ai që bën shenja me si më ndërsa ai që flet si budalla do të rëzohet.
goja e të drejtit është një burim jete, por dhuna e mbulon gojën e të pabesve. Urrejtja shkakton grindje, por dashuria mbulon të gjitha fajet. Dituria gjendet mbi buzët e atyre që kanë mendje, por shkopi është për kurizin e atyre që nuk kanë mend. Të urtët grumbullojnë njori, por goja e budalait është një shkatëri i shpejt. Begatia e të pasurit është qyteti i tij fort. Shkatërimi të varfërit është varfëria e tyre. Shërben jetës, fitimi të pabesit mëkatit. Kush ruan mësimet është në rrugën e jetës, por kush nuk pranon kritikën maskon urrejtjen, ka buz gënjeshtare dhe aj që përhap shpifje është budalla. Në fjalët e shumta nuk mungon mëkati, por ai që i përmban buzët e tij. Është i mençur. Gjuha e të drejtit është argjet, i zgjedhur, por zemra e të pabesve vlen pak. Buzët e të drejtit ushqajnë mjaft njerëz, por budalej të vdesin, sepse
Bekimi Zotit pasuron dhe ai nuk shton asnjë vuajtje. Për budalja i nështë si loj të bel të keqen, ndërsa urtësia i përket njeriut të mensur. Të pabesit i ndodh ajo nga e cila trembet, por njerëzve të drejt u jepet ajo që dëshirojnë. Kur kalon furtuna i pabesi nuk është më, por i drejti ka një themel të përjetshëm. Ashtu si u thulla për dhënt dhe timi për syt, kështu është dëmbeli për ata që dërgojnë. Frika e Zotit i zgjat ditët, por vitet e të pabesit do të shkurtohen. Shpresa e të drejtve është gëzimi, por pritja e të pabesve do të zhduke. Rruga e Zotit është një kalla për njeriun e ndershëm, por është shkaterin për ata që kryejnë padrejtësi. I drejti nuk do të lëvizet kur, por të pabesë nuk do të banojnë në tokë. Goja e të drejtit prodhon dituri, por gjuha e qoroditur do të pritet. Buzët e të drejtit njohin atë që është e pranueshme, por goja e të pabesme një vetëm